Unë edhe vetim konë mërkim, edhe kum pa që nuk ka për mua. S'ku mund me qëndru, ju më këthy në vend tamin, e më këthy lektorijës. Për momentin i kam 10 copa krerë, lopë qëmshtore, një lopë dhe në 3.000 euro. Vici sa po lindur, 34 si ti banë, mrana javës 500 dhe në 600 euro. Qërën 2 vjetë, e sa kum bo lopë, kum rritë për pak pare nuk ja vlenë. Ka i vlera lopës. Shumica tha që rinjës nuk pidojnë ma. S'kan qenë me njëre me plejet ma mirë parfimit. Jam 51 vjeqar, po me bujësi nuk jem nalë. E du këtë punë edhe nuk jem dërzu. Edhe pse kom probleme shëndetësore, apetjone që ashtu edhe vazhdoj punën. Falë, bashkëshortës që më një marë shumë aja, pa ta su një kësha majtë asë njëvë. Përshëndetje miqtë e miq dashur prej Mediumit në Tiranë dhe prej me Lauretës. Na sot kena ardhur në fshatin Ponesh të Gjilanit. Po na sot këtu kena ardhur me taku një fermer i cili quhet Lulzim Shala, edhe Lulzimi është një 51 vjeçar që bashkë me bashkëshortën e tij kujdesen për disa krerë lop. Po historinë ka shumë frymëzuese. Kundër këtyre sfidave që Lulzimi ka pas në jetë edhe faktin që përballet me një sëmundje shumë tronë që është kanceri, ai nuk ndalet edhe nuk e lën bujqësinë asnjëherë. Kena me shku me taku Lulzimin me na tregu pak ma shumë se a ka benefite me u merr me pjesën e bujqësisë dhe blegtorisë. Hajdeni me mu. O agja Lulzim, qësh je bra, je mirë? Mirë. Qësh po kalon? Mirë. Na sot erdhëm me të vizitu edhe me po që përkundër problemeve që i ki me shëndetin edhe përkundër krejt sfidave ti nuk hek dorë prej bujqësisë. Jo. Apo më tregoj një herë, folëm pak për vetëm, kush je, sa vjeçar je? Unë jam Lulzim Shala nga fshati Ponesh, komuna Gjilanit, jam 51 vjeçar. Unë e di që ti përkundër ke kalu shumë sfida në jetë, me thëmë kështu. Apo më tregon pak me çfarë probleme shëndetësore je të përballën momentalisht? Momentalisht jam me smundje maline, në doktor dhe në fëd. Tash pak kam probleme edhe me zemër. Po mirë jam, kum kalu shumë sfida. Po me bujqësi nuk jem nalë. Edhe pse kum pas vështërsi, në 2021 në marë kum pas numrin 24 krerë. Edhe mu ka desh ka kuj probleme shëndetësore me reduktu numrin. Edhe kum fillu apet, mas që kum marrë vetën, kum fillu apet njëtin. Prapë mos mi u nda lektorisë. Edhe bujqësisë njëjtën, kurse ti edhe mbjell do me thonë. Po, mjell e gror, nisër, thekër, tërshon, to për kafshin i bëj siguroj. Sa hektar toki mjell bata Lulzim? Po të babës i kemë 12 hektar, tani marrë edhe me qire. Toka edhe marrë livave për me punu me qire, për me siguru ushqimin. Sonat e tonë, thash. Hajde vazhdojna pak edhe të firma jote këtu, edhe dishta me të pyet agja Lulzim, apo më tregon pak ku e gjen këtë forcë, mu qush çdo ditë përkundër faktit që nashta najherë dhe nuk je mirë me shëndet, se ki shumë probleme shëndetësore, po çka më të motivon ty me u qush çdo ditë edhe me u merr me këtë punë? Motivon vullneti. E du këtë punë, e kum desht, edhe nuk jem dorëzu. Edhe pse kom probleme shëndetësore, apetjone që ashtu edhe vazhdoj punën. Falë, bashkëshortës që më një marë shumë aja. Ata e kam kërë djathë. Pa ta su një kësha majtë asë njëvë, foli realitetin, foli të vërtetën se aja matë maja gati thuj se mi krymë. Bashkëshortja, për rreth fermës po foli. Dhe për fush dalë vetë, i kryja,
ndonjëherë marrë edhe naj punëtor, edhe pse s'ka, nuk ka rinia të na ka ikë, ka shku një grim, shumë është e mjerushme, shati, nuk mundesh me gjithë veç mushën e mitur, 3-14 vjetë, 15, 16 vjetë, dhe si bojnë 18 vjetë ishtë këtu ishtë. E pse po mendojnë Agja Lulzim që ka orë kjo ditë që me lëshu venin në mos kaq të madhe? Ti ke përjetu edhe kohën e luftës. Po. Edhe për qëtë liri, na kena luftu edhe jena mundu e kena ndru, ndërsa sot në liri pe praktisën venin tonë, qësh po të bënë mundje ty? Mu po më vjen mundi shumë keq, me na ik rinia, se rinia perspektive Kosovës. Kohët ma të vështira kena qëndru, kohët luftës po folin në atë kohë, edhe pse kena pas probleme edhe në atë kohë kanë ikë, ama jo si kur tashma, kohët e fundit. Unë po folin për fshatë tonin, nuk mundesh me gjithë, thash, veç moshën e mitur. E është zgjidhja Agja Lulzim, a mendon ti që ka pora, a ki dikon jashtë, çka thojnë ata që jetojnë mërgjem, a ka pore që ashtu që shebojnë? Unë edhe vetim konë mërgjem. Edhe vetë ke qenë? Edhe kum pa që nuk është, po foli për veti, nuk ka për mua. S'është mërgjimi për? Jo, absurd. Jëmë kone kum provu 5-6 muaj, s'ku mund me qëndru, jëmë këthy në vend të amin, e jëmë këthy në lektorijës. Apo më të regën Agja Lulzim kur kje në mërgjem? Qa s'pëlqej diçka që nashta hitë su pajtëjshe? Qa ke diçka gjoja ma e keqe në mërgjem? Në mërgjem gjoja ma e keqe, largë familjes, edhe në qëfë se se ki dikon të apun, edhe s'ki punë sigurt, është atje vdekje. Je izolun, i blokun të në ditën, s'ki silo, del me naj park, nuk ki atje. E këto, tënat mirat janë Kosovë. Tënat mirat i kemë, po foli tash. Po nuk e di pse. Se di pse pëlqojnë vendin. Se di. E po tashta është pak edhe kjo pjesa që edhe mërgjimtarët e kanë bo jetën atje, pak si, do me thonë krejtë luks, janë orë me kiret shtrejta, shpijat e mira, e nashta që ke ka po pak edhe të ritme u mashtru. Edhe me menu që atje bën njeri pore shumë shpejt, edhe për të arsye... Unë për veti i kam 3 vllazni atje. Jashta? Jashtë, në Zvicër janë. Po i kum pa ata çfarë stresi, çfarë depresioni, me minuta, me sekonda qonë, me zonë punën, me zonë trenin, me zonë ato është... Në Kosovë jem pak ma shlirë në këtë... Ke ma shumë ku, e? Ko. Unë e kum punu edhe në fabrikë të ujtë, deja. 15 vite atje kum punu. Amo atje asë kum pas stres, asë depresion. E kum pas një detyrë, e kum kry punën të emë. Në shtatim shku në 3 marë. Nuk kum pas një marë të gruja të fëmija. Atje shkon përëndim është ata që janë e di. Me ma shumë stres dhe me ma shumë gojle. Ma shumë gojle. Tash ti po hym të firma jute, apo më të regën sa lupi ti? Për momentin i kam 10 copa krerë. 10 krerë? Lopë qumshtore, po foli. Kom pas ma shumë. Vitin e kaluar kom pas deri në janari, kom pas 18 copa në shkort. Po e kom reduktu numri se po kem probleme me qumsht. Ere marë, nëse marë, në reduktojnë. Njëna qumshtore nuk i javë 4-5 muj, tjetra e redukton, aje tjetra se me rritë, këto janë probleme shumë serioze për bëjqit. Jo veç për veti, s'po foli. Për ana mora po foli, kemë vështërsi shumë. Shumë për qumsht. Ka fermerë që i kanë shqitë këtë, i kanë braktisë. I kanë shqitë lufta, për shkak qumshtit. Shkak qumshtit. A nuk po shqitet qumshti, apo u ullë qmimi tia? Që është problemi? U ullë qmimi. U reduktu sasia qumshtit. Tash problemi nuk po di ku është, a është të importi, a është të prodhimi i Kosovës ma shumë.
Apo më tregon a gjallëzim për çfarë lutje çmimi bëhet fjalë. Sa ka qenë çmimi i qumshtit edhe sa është bota? Deri në muajin mars u konë çmimi stabil. E jemi konë të kënaqë me çmim. Se na e kemi me ndyrë, me 4,2 ndyrën, 46 cent kena pas. Litrën. Plus subvencionën, në qofse del ekstra. Kemi pas 7 cent për ministrisë. Për marsit e tek nej ka zonë çmimi me ra. Sa është bo prej marsit e tek? Po tash jemi me 40 cent. Për momentin. Vështërsi kemi shumë për qumsht. Edhe sot jem me reduktime. Do të mu vjen gjuna sa pilmet është bereqet me dirë në tokë, po ja jep e më shpërndaj qatë sasi që s'ma merë, ja shpërndaj dove, ja pëqoj se veç mas me qinë falas, se e kanë reduktu të arsye, nuk mund me ditë, a po shitet e huja ma shumë Kosovë, a prodhimet vendore. Qumshtorët thonë nuk ka shitje, nuk po shitet qumshti jonë. Produktet tona nuk po shiten në për market. Tash edhe po foli, edhe marketet i kanë. Nuk di pse se përdorin. Do me thonë edhe kjo juve ju mbështet prej muri, pe thonë kështë edhe ju detyroni me i hek nështë edhe krejt lop, edhe mos më merr as me blegtori mo për shkak të uljes të çmimit. Po. Se shpenzimet janë shumë të mëdha, apo më fletim mu bata lulzim për shpenzimet që i keni ju, e kom fjallën gjatë, se tash verës nështë edhe i të shohen lop na për fusha, për gjatë kohës kur nuk shohen lop na për fusha, sa është bo çmimi një duji? Tash për momentin është në përara, 2 herë e gjysë e ki, po gjatë dimni të konë 3-4. Unë nështë ashtë s'kum pas, këndesht me ble 4 herë, se kjo ka lip me hongër. Po, tash edhe nafta edhe këtu janë shumë shpenzime që juve ja u vështirësojnë, tash edhe ulja e çmimit qumshtit ja u vështirësojnë. Na i ka vështirësu shumë, se na i kemë qëto tarna. Na pej qumshtit, në varmi, pej qëtyn e ka, pej lobe në varmi, pej tokës, tash une vje korriki, korja grunin do të me shku mulli me që me 17 cent kilogramin. A ka logari kur unë e kom ble naftën njëra në ojt, kur e kom ble plejën me rritje. Pi 12 herë gjysë e kom ble 15 herë gjysë. Ajo është ekstrem, na i nga pështet për muri. Është një pjesë të gati e thujë se fermeve janë dorëzuën. Dhe i kanë hek krejt edhe lukët edhe na ditë, në qofë se shkon që kjo, qështu shumica kanë një pjesë dhe mu se kanë më mbyllë. Në ta dinë këtë opinione, se unë po foli shka po shoh edhe shka. Edhe ti s'po flet realisht veç për veti, po i të fol në emër gjithë atyre fermerëve të cilët janë të përgjithësi po. këtë problematikë. Përgjithësi po foli në emër të këtë fermerëve se shumë vështirësi të maja. Shumë firma munden me dështu për shkak të kësaj, kështu që në qofë se vazhdon që këtë trend. Një pjesë po thonë që kanë sidomos do të vogla. Një firma. Unë për vete po foli realitetin. Deri në muajin shkort mars i kom pas 18 krerë, i kom zvoglu se janë ezën, jo se pagu ki 4 muaj, jo reduktime tash qumshtit, unë se kom qare 5 zvoglu numrin, se kosta janë, shpenzimet janë maja. Dhe më thotë që janë disa probleme cilë fermerët e Kosovës përbollen momentalisht edhe një ndërta është edhe Lulzim Shala që të nga të regojnë. Do me thonë prej historisë tonë e krejtë këtë. Shumë kemë probleme, shumë vështërsi në tash. Edhe do me thonë blegtoria është i vetëmja gjo prej cilës ti e monë familje. Po. Apo më të regojnë a Lulzim që so ku mirësh me blegtori. Tamam. Thash prej vitit 2021, po kështu a ka fillu edhe ma herët? Unë kom fillu në 2018, po? Dhe në vitin 2021 kom pas kalzova 24 krep. Edhe shka këj probleme shëndetësore, jam detyru me zvoglu numrin, po apet e kom rrit.
kështu ka qenë jeta jote duke zvoglu, duke u rritë? Edhe prapë mendoj me rritë, në qoftë se rregullohet, stabilizohet gjendja, unë apet e rritinumi, se s'kam ku shkoj që tërkon. Hajde hymë edhe të firmave shikojmë edhe lop. Ti the që bashkëshortja jote është krohu i djathtë të punë të firmës. Do të thonë nuk është nga ato rostet ku gruaja thotë mi hek lop. Përkundrazi. Qysh kam dëgju shumë raste që grot dojnë me i hek lop dhe s'dojnë me u mirë, bashkëshortja jote të ndihmon. Përkundrazi, të unë e gruaja më thotë ju mi hek. Asnjëherë, se ajo thotë ju mos i hek. Edhe mos i rëdo këto, se e din problemet e mia. Thotë unë për mrena ja dalë mi mot. Tash ti pasi edhe disa viça këto, edhe e dishta me të pyet unë, aja vlen me u merr sot me plegtoria xhalulzim. Sa po shkon për shembull çmimi i një lope sot? Një lopë më varet, për tash lopët e mira vejnë 3.000 euro. Vejnë 3.000 euro një lopë? Mesatari o 2.500, po lopa mirë vejnë 3.000 euro. Për viçat e për këtu, viçi sa po lindur, sa pare bën? Viçi sa po lindur, 34 si ti banë, mrena javës 500 dhe 600 euro. Edhe aja vlen me merr me plegtori. E di që ka shumë njerëz që ndoshta kanë dëshirë me u merr, po për shkak këtyre sfidave që shifalëm, ndoshta edhe nuk dojnë edhe tuten me i kësaj pune, po sot aja vlen, aja sheh hojrin plegtorisë. Po. Ti personalisht aja ke po hojrin? Unë ja kom po hojrin, për veti. Foli në atë aspektin shëndetësor edhe financiar. Ja kom po hojrin. Jam dhe sot jam konë, po që ki viti të kënena kina pas vështërsi. Tonë, 2025 me vonesa subvencionave në konë. Tasht. Tasht jemi me reduktime qumshtit, që 5-6 mu jemi njerem, po foli shtu prej zemrës, prej hallit, jo veç për veti, po shumë e përmerjëm prej për qumsht. Keni pas humbje të mdoja për shkak që është ullë qumshti. Edhe po dishta me të pyta, a ke mendu ndonjëherë me i shitë lopë kështu pasi që merresh me to, për mesh në fund vetë, ose kështu aja vlen për shembull me majt lop, jo ndoshta për qumsht, po me i shit si bika e kështu. Jo, unë maj, tash i kam mishtërinë e me. Në mrena vitit sot lemi 2-3, i avlo, edhe kur vje koha vjetëri, që në sezona marrin, 2 sezona. Marrin vjetore dhe në korrekt. Kur vinë tarë veçarë ma shumë, shkort edhe shqip. Po, kur vinë kur veçarë ja unimojnë pak besoj. Po, normal. Po, nuk i ke mendu në e herë për shambull me i hik lopë qumshtore, po me i majt veç për mesh. Jo. Se ke menu, pse se ke menu në ashta kafi tema pak, apo? Kjo është një ardhe mujore, si ku një rogë. Të bikat të pak ma ndryshe. Të bikat mund është mëshilë ma në vitë. Fund vetë, do më është me prit dhe në fund vetë. Unë nuk për veti për foli. Dhe unë e kam të armat për qësaj, unë e maj familje për qësaj, për që ty në lëve. Që kjo është paga jeme. Që kjo është... Që kjo është... Në qëto i ke rritë një... I kom rritë, i kom shkollu e... Të i sëtë. Edhe ja ke po hojrin, të ke po normal. Që kjo problemi që është ullë qmimi i ditrës qumshtit, ja u vështirë sa në dhe juve. Po kur themi të rruga mujore, the që i mon ma shumë për rrugë, nëse si ki problem, për shambull, sot del një rrugë në ashta mesatare? Po më varet ashtë mesatare del, nuk ka keqë, foli një rrugë e mirë del, me qëto dhe të pa lëpë, për me jetu unë del të amanë. 500 euro, a nër 500 euro? 500 e për pjerë në ashtar. Okej, herma, pak, herma shumë, po të 500 euro del. Po prapë, nështë kish mujt me dalë ma shumë që thamë edhe ma heret nëse s'kishin qajtë të svitat. Jo, kish mujt me dalë ma shumë, po tash shka kire doktrime, jo.
E dishta me të pyet për çmimin e lopës që është diskutuar një mesatori 2500 deri 3000 euro. Po shumë njerëz që thojnë që është shumë. Ç'a mendon ti për ata që mendojnë që 3000 euro është shumë për një lopë? Nuk ka shumë, se ka punë shumë me kështu një lopë. Ka punë, ka mundi. Se shamë të qërën 2 vjetë, e se kom bo lopë, kom rritë. A me dhonë sot tash për pak pare nuk ja vlenë. Ka i vlera lopës. Se shumica thash e rinjës nuk pidojnë ma. S'kan qenë me njerën e plejet ma mirë parfimit. Ma mirë parfimit të do këta? Po. E pse ka ndryshu kjo koha gjallëzim? Për shembull, që thamë edhe më herët, na secili prej neve, nështë më herët kena pos lopë, jena merë me blektori, dishte, bile nga tunë e shpi, pa e pos një lopë, nuk ka pos shansa. Kurse sot, nështë anë krejt fshatin këtu, s'mënesh me gjithë 2-3 shpi që kanë lopë. Pse ka ndryshu këtë? Na, fshatin tonë po foli. Jemi 4 fermer. 4 fermer. Unë i 4 të, edhe 3 tjeri. Jemi 100 e Kosovë shpi janë, veç nga 4. Tjertë asë njën nuk kanë lopë. Para lufte po foli. Dhe në 2002 nuk ka pas shpi që s'ka pas 1-2. Edhe si dolen tash po foli, rinia ma. Nuk e da lopën, nuk e da erën e plejt, nuk e da bujësien, ikpi bujësirë, se ato punë e rëndshme. Punë e rëndë, po prapë, unë e menej që bujësia, blegtoria janë bazat një shteti, se të ke fundi se cili prej neve kam i përdor produktet e bilmetit, produktet e glurit, do me thonë misrit e këtu. Po folit e baza e blegtorisë e bujësisë. Pa bujësie dhe pa blegtori, shtetë nuk ka. Nuk mundet me jetu. Unë fol, importi është, nuk, tash do t'i lomin, do t'i mqelmi na ketë fermer. A do t'përdormi qumsht plërë, apo ma mirë që qumshtin e lopës si del, bio, 100%. 100% o bio. E në qëfë se dojnë me vazhdu ato me qumsht plërë, e të vazhdojnë Kosovarët, ta vazhdojnë, na pim shilë një ketë fermer, po mbyllmi edhe. Dhe që është një keqë për shkak se ka shumë firma dhe është e të mëshme me dështu, dhe me thonë firmat e ndryshme, për shkak një problemi. Po ku menon që është problemi? A është nështë atë kompanitë që pejgjojnë qumshtin plur, apo të shteti, ku është problemi? Si pas josh? Mu ma mena që kjo është zingjirë. Pak shteti, pak... Zingjirin, a më do të me gjithë vegzën e zingjirit ku eksiston, ku a problemi. E halët e fermerve nuk pikanë kërkosh, po foli, ketë kanë vërsetësi. E kam pa dhe në për media, në për televizionit që u dirë qumshti. Edhe ju më shukat, që kjo është apet, që kjo një njëta problemat të vazhdu. Ato zvoglu sasia qumshtit, redoktime, qmimi ato ra, banesat, pagesat, na veç i na ndërzu gati thuj se. Do me thë ka pika grumbulluse të qumshtit ku ja vënojnë pagesën. A ka pos nëj rast ku ti personalisht kemi të keq për pare, për shkak se ja ke dërzu qumshtin edhe sa mujta kanë vënu pagesën? Unë e po folit e qumshtoria ku i japon. Nuk në pas kur asë njëherë problem. Deri sot. Që sa mirë na me ta, jam një knasë. Po folim me bilmetin, jam një knasë. Kanë edhe ata vështërsi, ka ra pak shqitja të të ta, a është konkurenca e importit, a nuk mund, ashtë në kjo zingjire sapi. Ashtë nuk e di edhe shteti pak. Do të mi... Unë shkon konsumatore blen produktin e Slovenisë, vjen me një qmim ma që srejtë se produkti jonë bio që është, shkon e merë ato Slovenisë që është plën, e merë të Macedonijës, të Malit Zije, në Bosnës.
Si përprovëm na pak produktet vendore, nështë prodhimet vendore. Unë thaj Mendojmë që kualitetin është ma i dot, ta gjallëzim. E ceka dhe njerë, edhe në marketën Kosovë kanë, do të me pas parasysh produktet vendore. Edhe të ai që e prodhon qumshtin, fabrika qumshtore që jatë. Po. E ata kanë qenë me pas një lëvërdim me shit ma shumë produktin e vetë, se sa produktin e jashtit. E që kjo do të na mu ndalu, mu konsumu qumshti fermerve i Kosovës, shkort. E jo fermerët e Kosovës më mbyllë me ardhë produktet e jashtit. Na kemë vështësi, unë kalzova, vitin e kalum kemi pas tarës temperaturat nalta. Nuk kina mujtë me marrë dimensa dot të misrit. Tash na me shirë Zotit jem. Dash Zotit me rashi, kemë bereqet, se jem viset malore. Nuk jem rrash, nuk jem... Kjo është na. A gjallëzim, tim tregove që përveç blegtorisë merresh edhe me bujqësi. Po. I mbjell rreth 14 hektar toka, po. I punon. Apo më tregon me çfarë mjete punon, edhe apo mi prezanton të mjetet e tua të punës. Po. E ki traktorin. Traktorin. Më tregove që ke pas një aksident para disa para sa kohësh? Para 2 vite. Para 2 viteve ke pas një aksident. Apo më tregon pak, për shkak se është sa do e dhimbshme, po sot edhe inspiruese se ti sot je mirë. Çka ka ndodhur në atë aksident? Po. A ka qenë ky traktor a ke ble tjetër? Ja, a tjetër o kun. Ta e kom ble. E kom ble. Ato ndodhen tash, aksidente ndodhen. Po teknik, kam fres, plogjet, kos, grebuj, stërpikse, që to i kam. A i ki mot të heqat, kanë kushtu heq në ashta Po. traktorin, sa ke ble? Po tash traktorin e kom ble 3.500 euro. E kom ble edhe një tjetër, po kom deshtu me ta, s'm ka dalë qysh. Ka dali mira? Edhe kam të mekaniku që 2 muj dit. Halos të kanë heq? S'mu ka ndrejsh, ta mu ka desh me ble pa tjetër, me fillu sezonën, mos me hu papin. Vështërësit po të kalëzaj janë shumë. Kom shit një lope, një pështjerë, një veqe. Për me ble këtë traktora? Me ble traktorin, me ble në i pajisje se to ka sprit, bereqeti nuk prit. Edhe po prapja del, edhe po mbje mirë që përkundër çdo sfide që aty personalisht e ki edhe përjeton, prap e gjejmë vullnetin me punu. Vullnetin kur se upi. Deri në vdekje, deri në primin e fundit. Shpresat nuk i upi. A menon e herë jetën pa blegtori ose pa bujqësi? Vallai jo. Tu ka bë rutinë, tu ka bë pjesë e jetës, ose pjesë e jetës. Nuk muj. A e lodha e mirë. Nuk mund me para menduar. Ja, nuk muj. Mu po vjen shumë mirë që të takum edhe patëm nderin edhe kënaqësinë me diskutu për ty edhe për punën tonë. Po shpresoj që ky problem ka me u rregullua gjallëzim, për shkak se që thamë edhe më herët munden me dështu shumë fermer, nështë shumë një firma të ndryshme, po atmet edhe diçka nështë na i mesazh krejtësisht i fundit. Mesazh A bjeni më në shteti hitë, se më lindi edhe kjo pyetje pas në harrume? Po. A ko subvenciona, a keni në ndim shtetit paktën? Po. Se për shembull me i mbjell 14 hektar tokë, sa dosh me investu ti? Harxhime ato, sa pare dosh me shtu? Na, nuk mu me llogarita një sakt, që tash une sa bom shpenzime. Po shteti na animon, edhe pse vitin e kalum, ka të zova vitin 2025, kemi pas vënesa subvencione. Po. Pa arsye dijen, jo zhjeve, ja, ato jam të tash, ato ka ngalu, tash i bëjnë një kërkesë ministrit bujqësisë, se unë e foli Shqip, Shkurt edhe kjo. Bujqit i kanë sezonat, pranverore, vjeshtore. Në qëfëse në qëto 2 raste nuk subvencionomi me kohë, na do të me nëzirë cash për i gjepit,
me investu vetë, se kur tash që kem krizat naftit, me njerë naftit, 2-3 kena ble litrën e naftë. Për me i punu tokën. Për me i punu mas milion vjera këto toka, mas milion shterë pak, shkort edhe shqip. Se polat është pa bujqësi, nuk ka zhvillim, nuk ka perspektiv. Në qofë se na vazhdohemi milion batal, atër. Edhe kanë met batalla gjallëzim, për shkak se na kena udhtuna për shumë shotra të Kosovës, edhe do me thonë tokat janë kryesisht pa punume. Po, ka shumë. Nuk punojnë mo tokën, ose ja folin dikujt nështë që ka barkëti, edhe nuk e punojnë hiq. Po ti, a mendon që është zgjidhje kjo? Jo. Qysh po të bën muni kur po ishe edhe rinin të largu, po edhe të njëjtën kohë tokat batallë pa punume? Ja, tokat batallë, edhe rini ku pisha të ikë, unë po, ka njerë po dëshprona, po A kanë drejt a gjallëzim që po ikin. Për shkak se ti po tregon për sfidat, qa mendon ti, a i jep të drejt atyne që s'dojnë me punu tukën? Edhe në umet. Ka njerë po thëmë, me vend që po shkojnë ka njerë po kësejna jobe pse me ikë, kur e kanë mundësin më kësy blektorit. Edhe me punu tokën, mas milion, mas për shku me vend të huj, je rotari i huj. Unë që a jarti, sot po folish, jartë unë e kom gjithë një kohë, një orë, gjysore, pa usë. A më përëndim e kiko, fiks, një orë, por qimë qoshë edhe i gram punës, nuk i interesa ma shumë. A mujte, as mujte. Këto s'mune shkan shpitonë dhe pushon, edhe këtër, po foli edhe për rinjim, ma minë të këthejet në të mirët me bujësi, me kabe loj mënyra. Me me gjallë. Me me gjallë. Pak të nështë ta shtëpit i kanë nga për shotra nga për vendeve. A gjallëzim, ke shumë dere dhe knacimi diskutu me ty, ti dhe shumë shembuj të mirë qysh bashkëshortën e ki krah djathtë për gjithë shka, po edhe të njëjtën kohë për shka krejt sfidave që përbollesh, ti se menon jetën pa bujqësi. Ja, se menoj. Edhe bravo dhe shumë respekt për njerës si puna jote, që s'nolin asë. Na bashkë me ty përshëndesim krejt ata që na kanë këshyre dhe turej shëndet dhe jetë gjatë. Amen, faleminderit shumë, vjen mirë që një